Ka thonë pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Pra nuk hec me abdes, nuk jeton me abdes vetëm besimtar. Pra vule kje për pejgamberit Allah, se ai që merr abdes është besimtar. Për atë më kujtohet një profesor, e kena pasën edhe na i njohur, Allah më shëroft, ka vdek frik, i cili ka shkruajtur shumë libra, Allahu subhanahu ka thujt bereqet, e ka shkruajtur për shembull një tefsir Kurani i Kerimit 32 vëllime. E ka shkruajtur domethënë që një fiqh në 4 medhhebe. Do ne ka pas profesor dhe kena banu me një ndërtesë. Dhe ka shkruajtur shumë libra. Do thonë Allahu subhanahu ka thujt bereqet të madh në jetën e vet. Dhe ka pas profesor, ai një ditë kur na thotë dhe më ka dhënë përshtypje, ka thënë për na tregon dhe po thotë se që 45 vet nuk e di veten se kam nejt dhe njerë pa abdes. Dhe kjo fjale e ti mu e më dhoni për shtypje. Dhe u thash, a ka mundësi njeri 45 vet me nejt me abdes? Dhe ka ndiku atë shumë se dhe unë nuk e di peja sa i dite se dë një herë kam jetu pa abdes. Dhe këtë s'po ja tregoj për t'u lavdru, po ja tregoj me i më ndiku. Për çka se ki dietar ka ndiku në jetën time dhe na ka ndryshu jetën, Allahu azza wa jalla më shiroft, për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kujdeset për abdesin vetëm besimtar. Sa që të prish abdesin, s'na që domosdoshme citik për shkak namazit me abdes, po merr abdes. Për shkak se abdesi është mburoja e besimtarit. Po ti me morjen e abdesit, me qëndëru me abdes, e ke një epitet për pejgamberit Allahut. E di çfarë epiteti? Ti e ke një shkallë të vullosur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i je mu'min, besimtar. Që ti inshallah s'bësh munafik. Ka se pejgamberi Allahut ka thonë, nuk mundet mu kujdes për abdesin vetëm besimtari. Pra munafiku s'ka mundësi. Kujdesu që gjithë një të ngjesh me abdes. Ka se abdesi është mburoja ma e madhe besimtarit. Për këtë arsye dhe pejgamberi Allahut e ka preferuar që njeriu dhe kur beren shtrat me flet. Nëse merr abdes, edhe çka ndodh me to. Abdesi që e ruan nga shejtani. Po jo vetëm kaq. Nëse bjen njeri me abdes, ka thonë, mes trupit ti dhe pijamave të tjerë, mes trupit ti dhe këmishës së mbrenshme të ti që ndëron një melek. Mes trupit ti dhe këmishës së mbrenshme të ti që ndëron një melek që kujdeset për këtë njeri deri të zgjohet. Përmendon Allahu që çon melek për ata të cilët kujdesin për abdes.